Dhe për shkak se I morën detyrat ata, edhe Bashkimi Evropian I zbuti masat ndaj nesh. Po I zbutim, mu për atë arsye I zbuti masat, por ata me njëherë, pas asaj I kanë zhvendosur, I kanë hequr gjitha simbolet e Republikës Kosovës, edhe presidenten, edhe fotografinë e presidentes, e kanë vu fotografinë e presidentit Vučić, dhe tani do t'i kthejnë gjitha institucionet me policie, me gjithçka që kanë pas në Mitrovic do të kthehen dhe do të realizohet aneks marrëveshja e Ohrit e cila është e pranuar nga Albin Kurti. Aty kemi autonomi substanciale, aty kemi institucione ekzekutive, Mitrovica do të ketë kryeqytet edhe do të jetë një lloj mini qeverie e vogël edhe me resore ministrore. Kjo është sovraniteti, kjo është sovraniteti Mitrovicës së Veriut. Kur dikush garon për pushtet, zoti Ret Koceri, bën fushat edhe promovon punën e vet, ka njerëz eksperta që paguhen edhe për t'i zbukuruar pak fjalët që të shesësh mallin çmimin sa më të shtrejt mundshëm. Në këtë rast, të mbledhësh sa më shumë vota që mundësh. Atëherë, apo I bie se vetëvendosja di me bo fushat, edhe opozita s'ja ka haberin se si bëhet fushata. Shumë e vërtet. Në këtë rast... A ka rëndësi e vërteta ose e pavërteta në këtë rast? Apo vetëm ja, fare, qëllimi? Mashtrimi. Qëllimi Kush është ma i aftë mashtroj,